Shiroka përjetoi një mbrëmje të veçantë artistike ku Rame Lahaj dhe Friends dhuruan një spektakël të jashtëzakonshëm në një koncert organizuar nga Bashkia Shkodër që mblodhi qindra ardashës buz liçenit. Tingujt e muzikës, interpretimet brillante të artistëve dhe duartrokitjet e pandërprera të publikut krijuan një atmosferë magjike, duke e kthyer Shirokën në një skenë të emocioneve dhe artit. Për artistin Rame Lahaj, Shkodra është e veçantë dhe energjia që të jep publiku shkodran është unike. Është e pamundur me i spjegu disa energji ose me tregu ndjenjen e tyne. Shkodra për mua është këtë njëjtë si Prishtina. Këtë e thëmë me sinceritetin më të madh, po besoj kjo vret edhe në skenë. Më thënë për mua është këtë e njëjta gjë, si marrë në Prishtinë, si marrë në Shkodër. Nëse më pyet si ndodh kjo, nuk e di. Nuk di me ta thënë, është energji, është muhabet, është gjuhë. Po besoj është dialekti, është forma se si jetojmë, është mendimi, nuk e di. Për më shumë që nuk du me kalu tek historia personale, po përveç rrugtimit artistike muzikor, unë kam pas edhe një historie personale me një zonë kështu të Shkodrës që për mu e ka bo akoma më të afërt. Kështu që është gjithmonë kënaqësi e privilegj. Koncerti u shndërrua në një nga ngjarjet më të bukura kulturore të sezonit veror, duke dëshmuar edhe një herë angazhimin e Bashkisë Shkodër për promovimin e kulturës dhe organizimin e aktiviteteve artistike që pasurojnë jetën kulturore të qytetit. Për maestrën Zef Çoba, të tilla evente e kthejnë Shkodrën aty ku i takon në pjedistalin e muzikës shqiptare dhe evente të mëdha. Ky repertor sigurisht është i zgjedhur, ka sikur edhe unë shtim në turm, pjesa e parë e programit me arje, me vepra të zgjedhura nga kompozitorët më të shuar të botës, edhe pjesa e dytë me një repertor të zgjedhur nga trashëgimia e këngës tonë, muzikës tonë qytetare. Ajo çka është me vlerë, është me evidentu dy faktorët kryesorë që janë artistat që debutojnë nga skena, orkestra simfonike jonë, solisti kryesor Rame Lahaj që ishte protagonist i koncertit me kolegët e tij, po edhe një publik i mrekullueshëm që në Shkodër din për me vlerësuar këtë lloj arti. Publiku shijoi një mbrëmje plot emocion, muzikë cilësore dhe interpretime që u priten me ovacione nga të pranishmit.